Ka qenë. Po që atyne kanë qenë, jo kena qenë një herë, kena bo matjen, edhe ka mushtru. Me të vërtet, po, s'kam qenë në këtu, si kam po dikush ka thonë që jenë konë, para 2 vite, do më thonë, po që 3 vite kjo është rruga, do më thonë që është shtru prej këtyne persona që unë e kom bo kërkesën, komunë Veriut. Edhe këtu është gjatësi, nuk e di veç rafsh sa 2 herë që ajo rrugë, këtu asë ekziston një shtëpi, e marume asë kur që i s'ka banor tu. Si e shef ne? Këtu shtëpia këtu kanë qasi në rrugë kryesore. Këtu kjo parcel, ose arë, ose qysh dush quje, këtu dikush nuk e di, amo me siguri këtu është dikush i fortë që e ka shtru këtë rrugë. E unë për veti nuk jam asi personi edhe s'kam shamu se këtu. Njëm shumë nuk e fuqi. Kërejt nuk e fuqi, edhe do më thonë kjo rrugë u shtru, unë e met pa qasje pa hynë shpitem atje. E fatë edhe ma herët pa mjën atje, kështu nuk e di. Unë isha bo apel edhe Ministrisë të Infrastrukturës. Nëse ka mundësi, me arbre nuk është 60 metra. Kush është tash Ministri i Infrastrukturës nuk e di. Më do këtë është kë Dimal Basha. Isha bo apel prej këtuit, qatë rrugë me na bo bilizgjidhje. Se këta si jënë ka ndërmarin kur që heqë. Nuk e di qa me bo ma shumë. Nuk e marin si që është të caktume, as nuk ju intereson, do të thonë më artë. Absolut. Që 3 vite qërë këtu, që me dokumentacione, me gjitha i kam, e kum bo kështu, mu ka aprovu kështë. Sa po është e vështirë për ty me u qasë për ditë se e pash edhe e pam, hajde një shkojmë prapu në e pash edhe shpin, po mendoj rrugën në shtëpis, kur bjen shi, ose kur ka hlaq. Shumë është që thojmë vështirë për neve. Se, shamull, që këso vite aty është dasht mu shtru, ajo rrugë.